Dhe si që premtuam, kemi një dyshe fantastike në studio, është Vesa Smolica dhe Gjibo. Hello. Mirë se vini. Mirë se ju gjejmë. Ky Gjibani pse më duket kaq i urtë sot? Pak si mërzitur më duket mua. Absolutisht. Je okay? Po, çka ke Gjibo? Gjibo. Mama duken shumë hat. O lodh, rrugëve kanë ngel Gjibo. E keni udhëtuar, ë? Po, kemi udhëtu. Nga Kosova këtu. Në Shqipëri për këtë intervistë, por edhe për një premierë. Për mikeshat e tua. Mikeshat e mia, po. Eriola dhe Rikën, po. Por sot kemi një diskutim shumë interesant, sepse për herë të parë, dy artistë papritur nga publiku bëhen bashkë për të sjellë një superhit. Edhe me thënë të drejtën, kënga juaj ka qenë një ndër këngët ndoshta më të dëgjuara së fundmi, është shumë radiofonike, ka një tekst interesant, edhe ta nisim direkt me këngën dhe pastaj do kalojmë në gjëra tjera se ti Gjibo e di që ne nuk rrim dot fat ngacmu. Por si erdhi ky bashkëpunim, edhe si u bët ju të dy bashk, si e vendosët që të sillnit një produkt kaq interesant? Apo fol ti une? Okej. Unë them që ka ndodhur krejtësisht natyrshëm. Nuk e kom njohur Gjibon ma herët personalisht, se kështu si personazh publik patjetër që po si koleg. Jemi taku përmes dy bashkëpunëtorëve ton shumë të afërt, Gens Prelvukaj, që ka dorë në projektin ton, edhe Arbër Zekën, i cili e menaxhon edhe Blackfish Entertainment. Një natë të bukur të së dielës më thirrën telefon Arbër Zeka dhe më tha: "Hajde në studio se kam një projekt shumë të bukur." Edhe unë shkova, dëgjova, po aty e pash edhe Gjibanin, e takova për herë të parë. Më erdhi mirë që e takova personalisht, se ka një energji shumë pozitive ndryshe nga ajo nëpër media dhe në Big Brother që e kena pa, disa aty pak të ndryshon edhe sistemi edhe ajo euforia që duhesh me luftu. Kështu që kena shumë energji edhe kimi së bashku. Ko kam dëgju këngën, kom thonë, okay, ka shtrirje vokale, një tekst shumë i bukur i imi i shkruar nga Gens Prelvukaj. Edhe zoni jem delke shumë bukur në atë këngë, edhe Gjibo më tha që këtë këngë ka si për zemër se ka dedikim. Edhe thash, okay, pa një pa dy sonte unë hi në po. Thash unë sonte do hy në kabin ta regjistroj zërin tim, dali kur dali. Ka heartbreak. Jepi Gjibo, është radha jote. Po artista shkruajnë më zbukur i kur i thyet zemra. E di edhe nga eksperienca ime nëpër këngët e mia, kështu që. Kush ta thyu zemrën Gjibo? Dikush. Ideja është që kishte një nga 4-5 këngët që në seri pa ta prodhu për këtë dikushin. Edhe doja, kjo ishte më klasikja, e dëgjova si demo te studio Blackfish Entertainment në Prishtinë, te Genci. Edhe mendum i gjithë ekipi që donim dikën shumë klasik, shumë klasi, jo një zë, jo një personazh që të jetë komercial, domosdoshmërisht, po të ketë super zë, wow. Prezent, sigurisht se kam këtë problemin, unë pëlqen që t'jenë dhe të bukura. E do dhe pamjen Gjibo. Edhe erdhi Arbi në, domethënë kishte idenë që tha, ti themi Vesa Smolicës, unë thash s'besoj se pranon, sepse duke ditë që Vesa më kulturë, thash nga që është të rap, a kush e di se qa, edhe për arsye të një lloj le të themi sulmi që mbëhej nga ca qarqe caktume në Kosovë, thash do ketë diçka që nuk do doja. Absolutisht dëgjoj projektin, i pëlqeu, ishte shumë friendly, shumë miqësore. Që i ka interesu nga fillimi i projektit deri në fund ka qenë cilësia edhe të dali diçka e bukur klasike. Edhe për këtë arsye domethënë jam më se i lumtur që ndodhi sikur ndodhi gjithë gjëja. Nga të gjitha produksionet që janë bërë së fundmi, flas në rastin tënd Gjibo, po edhe Vesa, pse jo? A është kjo e preferuara juaj? Pa nga këngët që keni nxjerrë së fundmi? Çdo këngë që shtohet në repertorin tim, po flas, është e bukur dhe munduna me bo ma të bukur se tjetrën, edhe pse secila ka veçantinë e saj, nuk muj me thonë. Ka përjetime ndryshme. Kjo si me thonë, ndani fëmijët cilin e don më shumë. Edhe unë isha këngët e mia, projektet e mia si fëmijët e mi, kështu që nuk kam çish i ndaj. Ti Gjibo e ke të preferuar, më fal.
Unë jam prindi. Jo, prindërit e mi. Edhe nëna dhe babë e kanë Gjithmonë duan këtë. motrën më shumë se mua, e kupton? Ti që ke diskriminuar domethënë. Po më vjen gash, po. Jo, te unë familje së ndodh kështu. Dua të them një gjë, nuk është pyetje, po ti shikoni të dy, ngjajnë si çifti 007-s, domethënë Pam. Janë në mision. Janë në mision Po të vjen dy. shumë sigur janë beshur keq o bla. Gjivo Më është na në fal, po rastin deshte tënd. me respektu edhe tapetin e kush sonte atje. Kuptohet, po edhe programin. Faleminderit Edhe shumë. programin. Unë do të thaj që nga gjitha programin, unë personalisht, sepse nuk më ka ftu Eriola, pavarësisht se i kam shku te emisioni bashkë me Ronaldon, më kanë neglizhu. Nga aty e tutje besoj se kjo kënga, nga gjitha këngët që kam bë, pasi kam dal, sidomos nga Bigu, po edhe më parë, është kënga më klasike që mund të kem. Kur them klasike, them klasi me një cilësi, domethënë çdo gjë është prej vërteti, muzika është prej vërteti, aty këngëtarja prej vërteti, çdo gjë është shumë prej vërteti, videoklipi shumë minimal dhe unë e krahasoj pa frikë me këngën Të dua, se kam atë mallkimin e këngës Të dua që më ndjek. Mallkim apo bekim? Jo, është mallkim. Nuk është. Jo, është mallkim se unë nuk du të klasifikohem si one hit artist, wonder, se s'kam se pse. One hit wonder. Por besoj se momentin që është shkruajt, domethënë e kam ndier shumë edhe është shumë klasi, nuk besoj se kam bërë diçka më klasi se kaq. Tani që të mbetemi në këtë rrjedhën e klasit, do të them ta dëgjojmë këngën se është vërtet shumë e bukur. Edhe do të rikthehemi sërish me Xhibon dhe Vesën në studio Albania Radio dhe vazhdojmë të jemi në Pardon My Friends. Vesa po na thoshte që programi i saj në Kosovë në radio quhet Më falën shprehje. Më falën shprehje, Shumë pak a ngjashme. shumë. Jemi kështu a dashur. Sepse Po, pak dhe a Pardon shumë My qashtu, Friends po, si sinonim diqysh po i vjen. të njëjtin Po. kuptim ka. Edhe duke qenë se tani je në radio dhe unë e di që njerëzit që vinë nga radio dashurojnë atë pafundësisht, domethënë si e ke ti këtë ndjesinë tënde? Gaboj apo? Ju nuk gabon fare. Unë jam hi krejt kështu spontanesht, jam hi si ma ashtu të ju me fol për vete për karrierën time, edhe më kanë thirr radio ishte hap që një muj, edhe më kanë ftu tha shumë zonin radiofonik, edhe oratore goxha, tha po na duhet një energji si te në mesin Dhe tonë. kështu. Edhe më bon 8 vite që Që punoj je në tashmë radio. aty. Ti Xhibo, ke menduar ndonjëherë të kesh një program tëndin përveç muzikës? Unë kam pas një 5 minutësh, 10 minutësh program te një emision i Gazmend Kaplanit në Athinë, te radio kombëtare greke. Jo, po kam debulesë për femrat që janë në radio, sepse janë të artikuluara shumë. Edhe kështu. Edhe kështu, domethënë nuk e Edhe mendoj. sigurisht që jam dashuri me Top Albania Radio që është në 2004. Kjo është pak për e sigurt. Edhe ndonjëherë më kujtohet ka qenë një sound logo që shkonte disi kështu, thotë Top Albania Radio, Top Albania Radio. Shifja unë Gjibanin, Do shifja se ti do ma kuptosh dhe logjikën e konceptit të do më pëlqente nga këto emisione që janë prezantues si Gjiban talish jashtë gjës që i çojnë jashtë shtetit dhe kupton tip jo Survivor, po tip siç është emisioni i Arion Muçës që është tek Që topi. bëjnë këto po. Që bëjnë udhime, Që do më provon- pëlqente shumë sepse Gjibani është shumë real, është shumë domethënë Që provon kultura të tjera. spontan, kupton do më pëlqente në këtë lloj emisionin. Totalisht jashtë gjës së muzikës. të Dhe bëj me- një pyetje që ke Patjetër. Gjiban. Mendon se femrat i kanë qef meshkujt që janë në radio që ta di ka shpresë për mua apo jo? Besoj se gjëja më e keqe që mund t'i bëjë vetes një mashkull në lidhje me femrat është filloj të mendojë se çfarë ju pëlqen femrave, sepse momentin që fillon e mendon se çfarë ju pëlqen e ke humb betejën direkt. E femrat duan të ndjehen që të pëlqen ajo që bën, që je happy. Besoj unë nuk jam shumë larg të qenit specialist në fushën, po me sa kam kuptuar duan të jesh happy me veten tënde, të jesh i lumtur, të jesh komfort. Po në përgjithë meshkujt aty janë Konfident do ja thoja. vetbesimi dhe të pëlqej ajo që bën. Ashtu dhe, kjo është më kryesorja. Dhe me që po flasim për spontanitet, Xhibo kohët e fundit me thënë drejtën i ke hap ca polemika. Domethënë je shumë spontan në mendimet Gjibani në mendimet e tua. Çfarë do na thuash sot? Nuk kam ndonjë gjë të them, çfarë doni të më thoni ju? Domethënë që ta qartësojmë për ata që po dëgjojnë. Merr pjesë në festival dhe pastaj tërhiqesh dhe pastaj thua që unë isha por nuk e bash. Domethënë gjithë kjo situata si duhet si ishte tamam në asnjërin po, se nuk është fiks kështu. Unë te deklarata ime e dytë
Thash kështu, thash që po isha gabim në deklaratën time që nuk jam, po isha, por fatkeqësisht nuk isha gabim në vendimin që mora për të tërheq. Pra je tërhequr, përfundimisht. Po, absolutisht, sepse isha shumë pak. Isha në një ekran të ndarë me një artist tjetër, shumë pak, gjysmë sekundi ku diun sa ishte, plan i largët, edhe besoj që prezenca ime, kënga ime, personazhi im meritonte të kishte pra gjysmë sekundi të isha në të gjithë ekranin. Mbasi do vim më vonë publiciteti mund të vinte më vonë, mund të ishte një fryrje. Jam lodh me këtë më vonë, edhe me mediat edhe me vajzat, s'du më vonë, po më kuptun nga fillimi. Do tani hi. Unë jap të drejtë sepse ja shtetit ndodhin këto polemika, po këto ankesa, domethënë kur bëhet një duet akoma, janë gjërat e ndara, nuk mundet njëri të dalë më shumë dhe tjetër tjetër. Kupton, dhe unë ja kuptoj shumë mirë këtë pjesën që po, u bezdisa nga kjo gjë dhe unë tërhiqem. Unë ndiva keq lëndova, po ama diçka di të them që ka qenë eksperiencë shumë e bukur, domethënë gjithë ato herë që pata vajt kur performova, profesionalizmi i Ardit Xhebrejas dhe i stafit i tij është për tu theksu. Edhe megjithse kam vendosur që mos shkoj më, edhe nuk kam ndonjë arsye të bëj elozhe lajka, domethënë kam ngel plotësisht i kënaqur, satisfied nga profesionalizmi i tij, sa herë që jemi taku edhe që mora pjesë për atë interpretimin. Kështu që asgjë kundër askujt, është thjesht një vijë e imja editoriale. Okej. Mbase unë do sugjeroj edhe artistë të tjerë që të veprojnë kështu kur ndihen që diçka po ndodh, diçka po çalon, që mos siç jemi mësuar ne shqiptarët në gjithçka pak ti ka përtim gjërat, jo more. Kjo gjë po mbezdiz. Okej, po ndonjëherë e ndjen veten ndonjëherë të nxituar në vendime ose në reagime, në Absolutisht, jo, e ndjej vetëm të vonuar. Jo të nxituar, them si nuk e kam kuptuar ca gjëra më para, nuk kam ndonjë arsye të ndjej vetëm nxituar. Me vërtet ishin orë të vona kur e mora si vendim që më erdhi mendimi, po kaluan të paktën një orë 2 orë që është momentin që e pash si gjë, që e pash spotin publicitar, edhe jo, nuk besoj se Nuk pendohesh, domethënë në rastin e Vesës ndodh kështu, domethënë të ndodh që të reagosh instinktivisht me gjithë ndjesitë tua për momentin dhe pastaj ose mund të thuash duhet kisha pritur edhe pak. Apo je dakord me reagimet e mia kanë qenë gjithmonë me vend, kështu që po kam reaguar si Gjibani ndonjëherë për shembull ku se kanë prej ndaj pjesë teme për me hedh në spotin publicitar të atij eventi ose festivali o ku e di, nuk është se ka ndodhur shpesh ose diçka, se përderisa dhe të ftojnë duhen me ditë kanë kanë ftuar edhe që duhen më të promovuar njëjtë sikur tjerët, duhen me ditë peshën e secilit artist aty që merr pjesë dhe sa investon ai artist për veshjen, për projektin, për tekstin, për gjitha, edhe qëndrimin me një vend tjetër. Kështu që me mua nëse ka ndodhur, unë jam tërheq komplet, domethënë. Tona është veç po ose jo. Nuk ka rrugë të mesme, nuk ka mbase. Të dy në Big Brother kanë qenë dhe dua të di sa ka ndikuar Big Brotheri në suksesin tuaj, a ka ndihmuar suksesin, sa pesh ka pasur në jetën tuaj. Për mu Big Brotheri nuk ka qenë ai faktori i ndryshimit të karrierës. Unë kom pas një karrierë para Big Brotherit, kom pas një bagazh, normalisht ka qenë një imponim i njerëzve që më pa ditë për ditë aty, që nuk mundesh me pagu. Në një tjetër formë, po, nuk mundesh me pagu as me lek, domethënë ju qëndru njerëzve para syve kaq shumë. Nashta çashtu ku mujt më kujtu njerëzve ala më shumë, po ku im dal mund ka ndodhe kundërta, domethënë koncertet mund kanë hezitu shumë më thirrë se kanë menuar që e kom rrit çmimin. Si ka mundsi? Po, domethënë më ka ndodhe kundërta dhe kom vujt një 6 muaj këtë pjesën, derisa e mbin që un jam çaja njëjta. Kështu që jo, nuk kom pas ndonjë far trampoline prej Big Brotherit. Po se rritet çmimin. Pak që rritur.
çmimin rrethet i sa dush, po apet sa apet rrinë në shtëpi, apo kupton, nuk thirrin se nuk kanë mundësi me pagua, po kupton se edhe është një farë krize totale, jo vetëm biznesin e muzikës, themi drejtën dorën zemër, po në krejt bizneset. Kështu që po flas kështu shumë hap ta zgjedhës shumë sinqerisht, nuk po flas kështu me krenaria, vdeun e komri çmimin a diçka. Po e kemi pak edhe në mendjen tonë koncept të gabuar që kush hyn në Big Brother pritet që karriera do ngrihet, kupton? Po, absolutisht. E ngrej karrierën, më fal që po ndërprej, e ngrej karrierën për njerëzit që nuk janë të famshëm ose jo kom po nuk kanë ai far talenti, thjesht janë kom bloggera ose tiktokera. Për ata nuk kanë shkahupin, ata ngritën dorën zemër direkt si trampolin. A për ne që kena bagazh artistik, mundesh për një fije peri, domethënë, me të hub krejt karriera, po e varet prej teje. Që shalun lojmë brenda. Dhe po them, si personazhe si Vesa, si Xhibani, unë nga Niko nuk të prisja që këto të rriteshin më shumë në karrierë. Unë i ndiqja për të parë se si janë në të vërtetë, se si reagojnë, pra më intereson disa njerëzve intereson që të fitojnë këtë gjë nga publiku, që t'i njohin më shumë dhe jo të përfitojnë. Mos më ka interesuar absolutisht që të njohë publiku, më ka katapultuar. Domethënë, gjëja që më ka dhënë Big Brother as nuk do ta prisja kurrë për të përgjigjur pyetjes tate. Të tillë popularitet nuk i kisha menduar në jetë time. Kam pas, jam shumë me popularitetin qysh i vogël, po kjo gjëja, domethënë kjo dashuria e të shkoj kudo, janë për masat janë të papërshkruajtshme. Të paktën kur kemi qenë në Turqi, gjithë aeroporti ishte Xhibani aty, vinin shqiptarët, Xhiban, dua foto, dua autograf, domethënë kishte shumë vëmendje, shumë të madhe. Tani më që e preke në plak do ta nisim këtë bisedën, po më vonë. Para se të shkojmë aty, duhet të bashkangjitem Vesës në diçka që tha pjesa e koncerteve, sa drejt ka shumë drejt, sepse unë nuk besoj se vjen për arsye nga që kanë frikë që ke rrit çmimin, po besoj se kur ti je në Big ka artistë tjerë aty jashtë, të cilët janë xheloz, edhe gjithë këto klanet e koncerteve e kanë një tip dore të padukshme që përpiqen mos ta marrësh atë që meriton, edhe besoj se në rastin tim ka ndodhur në mënyrë indirekte, konsciente, në të ndërgjegjshme jam injoruar dhe jam lënë jashtë dhe lihem jashtë nga organizime në disa vende për arsye se mund t'i ngeli hadri ose mund të preket ndonjë konkurrent. Edhe kështu që nuk është se për koncertet të ndihmon në atë përmasën. Pak a shumë me të njëjtit njerëz që kanë bashkëpunuar më parë, me të njëjtit organizator vazhdoi bashkëpunoj. Ndërsa për sa i përket populariteti dhe ta përdorësh për lloj tjera biznesi, është e papërshkruajtshme ndjesia dhe ndihma që t'jap. Domethënë është nga bekimet, mos thëmë është bekimi më i madh që më ka ndodhur në karrierën time. Ai sa ka qenë Top Festi, se mua më ka gënjur mendja në 2004 që Top Festi ishte aja dhe omega që nuk mund shkonte më tutje populariteti, ama me Bigun është diçka komplet tjetër. Është eksperiencë ndryshe. Po të bëj një pyetje para se të kalosh. Kemi publicitet, mbaje mend, publicitet.